Ju përmendet Yusni Kapon, pa jo se familja ka akuzuar që është helmuar dhe Yusni Kapo. Ju si e keni bindjen? Unë kam mendimin tim që kam deklaruar dhe në shkrimet e mia që Vito Kapo do ishte mirë që këtë problem të analizonte më me kujdes. Edhe i kishte gjithë mundësi sepse Vito ka qenë bashkëpunëtore dhe e besuara e Enver Hoxhës. Dhe që të thuar që Enveri ka dashur të eliminoj Yusni Kapon, për mua është e pa diskutueshme. Nuk mund të konceptohet dhe nuk mund të pranohet. Në vazhdim të kësaj, një argument shumë pozitiv dhe shumë bindës është fakti që djali i tij ka qenë drejtori i sigurimit të shtetit. Djali kujt? Djali Yusniut. Kush? Ai ka drejtori i sigurimin e shtetit, Plum Kapo. Djali Yusni Kapos ka qenë drejtori i sigurimit të shtetit? Ka qenë drejtori i sigurimit të shtetit. Dhe do të thënë duke thënë që mund ta zbërthejnë. E morën nga kryetar Dege që ishte në Berat e sollën drejtori i sigurimit të shtetit. Ndoshta se ka pasur atë mundësi. Ai kishte kishte mundësi, drejtori i sigurimit të shtetit ka të gjitha mundësitë me zbulimin e brendshëm dhe zbulimin e jashtëm. Dhe kishte të gjitha mundësitë. Jo, e kam fjalën që kur versioni zyrtar ishte deklarime. Ja, nuk ishte, versioni zyrtar ishte, Vito, unë kam respekt për Viton, kam njohur ai sa ishte, periudhën që ka qenë ministre, ka qenë njëri me dinjitet, por që në këtë drejtim, edhe në këtë thënie që ka dhënë, nuk krijon bindje, sepse e gjithë veprimtaria e tyre si familje, edhe e Yusniut është veprimtari që i ka shërbyer Enver Hoxhës. Ai ishte figura, ai drejtonte komitet qendror, se Enveri rrinte në shtëpi, drejtonte nga zyra. Foto tjetër. Drejtonte nga zyra. Foto tjetër. Nexhmia. Figura në hije Enverit. Figura në hije? Figura në hije Enverit. Ju thoni që drejtonte Nexhmia? Në periudhën e fundit, kur Enveri ishte smur, Nexhmia jepte ato porositë kryesore, bashkë me zyrtarisht i jepte Ramizi, po që Nexhmia luante rolin kryesor dhe kishte besim në popull, dhe kjo duket në sidomos mbas vdekjes së Enverit, në vizitën që bëri Nexhmia në Sarandër, në Bregdetin e Vlorës. Ju e keni takuar kur ishit kryetare të Pusësisë? Janë raste shumë të pakta. Sporadike. Takimi parë që kam bërë me atë ka qenë në kohën kër kam qenë kryeprokuror i ushtrisë, isha i ri. Organizua nga Instituti Marksizëm-Leninizmit një takim me të rinjt për të rinjt, për perspektivën e të rinjve dhe për demografinë. Mua më morë me që isha në moshë shumë të re, 23 vjeç. Edhe ndërmjet diskutimeve që u bën, unë ngrita dhe dhash idenë që kishte filluar rënje popullsisë. Ndërsa përpara propagandohesh zhvillimi i familjeve, rritja e numrit popullsisë dhe fëmijëve, tash po diskutohesh rënja e popullsisë, edhe kishte rënë numri i lindjeve. Edhe shtrova të idenë që duhet të vazhdoj politika për të mbështetur familjen dhe rritjen e numrit popullsisë, sepse për këtë ka nevojë kombi shqiptar. E dyta, thash, duhet kemi parasysh që po lind një mendim tjetër që fëmijët e shumt dhe fëmia e fundit që lind po ha bukën e atij tjetrit, se po krijoa një diferencim që shumë fëmijë nuk mund t'i mbajmë. Pse nuk mund t'i mbajmë? Shteti duhet të mbështesi familjet që janë me shumë fëmijë dhe t'i jepet një ndihmë suplementare. Kjo i pëlqeu Nexhmias, ke shumë të drejtë, por kur dolëm pushim tha, ki parasysh dhe se nuk mund ta përballojmë më tepër tha rritja e numrit popullsisë tha. Prandaj dhe duhet të jemi të kujdesshëm në treguesit e rritjes popullsisë tha. Prandaj ka ndodhur kjo gjë. Janë dënuar, janë arrestuar edhe mjek, pse thoshin që mos bëni shumë fëmijë. Po, besoj të kujtohet. Ka qenë një mjek në Skrapar. Po. Pikërisht.
Qazim Metani, nuk e di atë, kujtohet ai rast? Kam parasysh. Do mjeku i fundit u arrestua se i thotë mos bëni shumë fëmijë se me çfarë do i mbani. Po ai mjek E mban mend atë rast, është i fundit i dënuar për politik. Ishte i fundit i dënuar politik, po pikërisht këtu. E mbani mend rastin e Qazim Metanit? E kam parasysh. Ja skrapari, një mjek shumë i njohur dhe dondi gjithë. Unë nuk e kam metuar çështjen e tij konkretisht, po se ke parë, nuk e kam shumë përshtypje. Unë më vonë e kam fiksuar. E kam fiksuar. Do të në fundit që u dënua për politik. I fundit që është dënuar për politik dhe është ajo tregon falsifitetin e asaj politike që bësh, se në opinion shoqëror, në opinion e përgjithshëm propagandohesh familja, mbështetjet familjes dhe zhvillimi i popullsisë që të mbështetesh zhvillimi e ekonomisë dhe i kulturës shqiptare, ndërsa në realitet zbatohesh këto politika nëpërmjet sigurimit të shtetit dhe nëpërmjet levave të tjera. Për këtë rast, për shembull, nuk bëhet dot gjë që të mësoj që ore është dënuar një mjek, do të thonë që mos e dënoni, nuk kishte mundësi ta kthehej. Është rast që ka kaluar pa u ndjer. Pa u ndjer, ëh? Janë çorobot atje në Ubënami atje, mjeku më i dashur i popullit u arrestua. Po ki parasysh se ato jehonat e rretheve nuk vinin këtu. Vinin fare dallgë këtu. Nuk vinin valët. Nuk ishte kurrë njëri që të bënte kallëzim ose të bënte diskutime. Qartë. Dhe konsiderohesh se njëri antiparti, po të jepje një fjalë, të shprehje një fjalë në kundërshtim me vijën e partisë. Bloku. Shkoj shpesh? Vende po thuaj se fare. Unë mundohesh edhe kur shkoja në universitet që jepja mësim, kaloj nga trotuari tjetër. Nuk kaloj nga komiteti qendror, por kaloj nga pjesa e kryeministrisë. Si ishte? Te Ministria e Brendshme nuk kaloj te trotuari i Ministrisë së Brendshme, të kaloj te kryetari. Prandaj pas ke shpëtuar ti. Prandaj nuk kisha simpati për ta. Bloku ishte fortesa, super fortesa, kështjella, Kremlini shqiptar. Kremlini shqiptar, po Kremlini shqiptar në një periudhë moderne që ishte tërësisht i fortifikuar, tërësisht i blinduar dhe nuk kishte absolutisht mundësi njëri që të depërtonte. Prandaj këtu duhen kuptuar edhe zhvillimin e ngjarjeve që e bërë, deri tek vrasja e Mehmet Sheut, që nuk mund ka mundësi që të vritet një kryeminist në detyrë, të vritet një kryeminist në detyrë, në kushtet e një rrethimi të plot, e një fortifikimi të plot që nuk e kishin as shtetet më të fuqishme të Evropës. Nuk e kishin kështu blokun, ka qenë tërësisht i tunelizuar, i blinduar, tunelizuar me kanale që mund të kalonte edhe makinat, shkonte të dilte tek garda, edhe kanë nëpërmjet tuneleve lidheshin deri në pallatin e brigadave që kaloi tunelin që kaloi. Po tunelet ju kishit parë ndonjëherë? Unë kam punuar kur isha oficer atëherë në tunelin që ishte poshtë pallatit brigadave, aty u dallova në punë, edhe erdhi shefi shtabit përgjithshëm, më falenderoi për punën. Petri Dume. Bashkë me Petritën ishte edhe ai komandanti i tankeve. Unë punoja shumë natën, natë dhe ditë ishte afër kishës Shën Prokopit, që është tashi, binte tuneli, edhe punonim një javë të tërë, 4 ditë dhe 5 net derisa i bllokuam atë. Dhe mbas asaj erdhi shefi i shtabit përgjithshëm, më falenderoi atje për punën që kisha bërë dhe i dha urdhër atij komandantit të tankeve edhe komandantit brigadës që të më të regjistronte në universitet për të vazhduar, se këto njerëz neve duan. Ky ka qenë. Si ishte jeta në blok? Se ti kishe informacion, ishe kryetari i Turqisë. Si ka mundësi që aty ishe jetë luksi dhe populli këtej, siç e thatë ju, ekonomia po rrënohej? Po njerëzit nuk depërtonin dot, por ju bënte përshtypje mënyra e veshjes tyre. Visheshin ndryshe. Ata visheshin me rroba të huaja. Veshje të huaja. Ata një dhe disa punojës të zbulimit të Ministrisë së Jashtme
Kishin filluar edhe disa punonjës të sigurimit shtetit që kishin lidhje me këto kontrabandët që bëheshin me jashtë shtetit.